lidhja me Zahid Bushatin është një lidhje e lashtit, është mbi 40 vjeçare. Kur unë isha në revistën Fatosi dhe Pionerin ato revistës, Zahidi sa po kishte mbaruar fakultetin, ishte një djalë shumë modest, shumë i edukuar, shumë një person civil, shumë i spikatur direkt për moshën që kishte, ka ardhur në redaksi dhe më ka sjellë poezitë e veta. Nuk e njihja fare, por gjithmonë kam pasur këtë parim që nëse shoh një shkëndij talenti tek një shkrimtar i ri, e kam ndihmuar me gjithë shpirt. Dhe e pas këtë shkëndij talenti, e kam ndihmuar Zahidin, ka botuar tek ne, dhe pas ai u bë pastaj një autor që do të libra me të drejtë, me meritën e vet, sepse është një shkrimtar shumë i talentuar. Është një nga personalitetet e vetme që kemi, e pakta, jo të vetme, që kemi në letërsinë për fëmijë. Zahid Bushati, letërsinë për fëmijë ka sjellë një dy gjëra të mëdha. Shpirtin e tij fisnik dhe edhe edukatën e tij. Ka sjellë figurën e një njeriu të përsosur, jo figurën e vet, domethënë portretin e tij, por ka sjellë ashtu si duhet të jetë fëmijë. Dhe ai ka qenë një shembull i shkëlqyer dhe mbetet një shembull i shkëlqyer. Bën moral, por nuk moralizon në letërsinë të fëmijë. Sjell fabula shumë të bukura, të cilat në fund kanë një moral të bukur, edukativ, por kur moralizues. Zahidit ja urova në telefon dhe i thash kështu: Zahid, dhe 100 vjet jetë reale, po ty të presin edhe 100 vjet të tjerë jetë artistike, jetë si shkrimtar, do ngelesh një personalitet që ke lënë gjurmë dhe do të mbetet gjurma jote në letërsinë për ta çuar, letërsinë për fëmijë për ta çuar dhe më lart.